Kush janë labirintet e trurit të Gjanit të pa zbuluara ende? Po, labirintet e trurit mund të flas për gjërat e mia personale. Labirintet e jetës tënde, të jetës tënde. Mund të flas ose si individ si jam, që jam shumë emocional. Për shembull, rrugtimi që nga adoleshenca në gjimnaz, në universitet, a ke pasur 3-4 labirinte që ti do thoje që këtë ta kisha bërë ndryshe, këtë ta kisha bërë ndryshe? Me thënë të drejtën, kur kam qenë në gjimnaz dhe në fillore, pasioni im ka qenë atletika, ka qenë sporti, dhe me gjithë qefin më të madh e vazhdoja ëndër në time që mezi prisja të vija në Tiranë, të vazhdoja sportin, të isha me kombëtaren, të garoja të isha ai atleti që e kisha shumë mend dhe shumë qef nga familja, pavarësisht se në kampionat evropian kam shkuar, po më pasaj për arsye shumë të mëdha normale ekonomike, unë e lash, nuk e vazhdova sportin atletikës dhe u fokusova te pjesa e bashkëpunimit me menaxhimin e artistëve ose ura lidhje me disa artistëve dhe klubeve. Se kështu ka filluar si ide dhe pastaj më vonë përfundoi që unë jam drejtor artistik në klube. Domthon sporti këtu pavarësisht se kemi shumë talente, po ato të ardhura nuk i ka të mjaftueshme dhe nuk i ka kushtet që ne të titullohemi ose të kapim majat botërore, siç mund i kapin shumë sportistë tjerë në promot. A ke peng që e ke lënë? Patjetër që po. Edhe shpesh ky është një ndër labirintet që ti e zbulove sot, besoj. Patjetër po. Edhe është një peng shumë i madh, domethënë që unë lash sportin, edhe në sa vjen rritesh, kupton domethënë që fiziku jot i ndryshon, regjimi jot i ndryshon dhe gjithmonë më kujtohet sporti, pasi kam shumë miq të afërt të ngushtë që kanë moshën time dhe mund të jenë më të rritur dhe kanë linjat fizike shumë më të mira se unë dhe këtu më vjen, nuk më vjen inat, po më vjen thjesht e kam me veten time, kupton që pse munda, pse e lash, pse nuk e vazhdova, pse e mbylla me kaq. Dhe kjo më vjen çik. Po në adoleshencë diçka tjetër që ndoshta su realizua, ndonjë labirint tjetër përveç sportit. Mund të them labirint i mamit që mund ta ketë pasur, ka pas gjithmonë qef që unë të bëhem mjek ose të bëhem doktor, po. Ja bëra qefin, mbarova shkollën e fizioterapisë, sepse kam kam menaxhimin e sportit, kam dhe fizioterapinë, e përfundova, po nuk e kam praktikuar kurrë dhe nuk e kam ndjekur kurrë si diçka, si punë, sepse nuk e kam pasion. A mendon që prindi duhet ndikojë të zgjedhjet e fëmijës, meqense jemi këtu tek mendoj që mund të jetë prindi mund të ketë këshilla të mira, mund të ketë mendime të mira, por gjithmonë secili nxjerr vetë rrugën e vet se çfarë do të ndjekë. Domthonë unë të dyja shkollat, unë të dyja shkollat që kam përfunduar, asnjëra as tjetër nuk po e praktikoj. Domthonë nga drejtor artistik që kam përfunduar menaxhim sporti dhe fizioterapi, nuk lidhen fare asnjëra me tjetrën. Okej, sporti me fizioterapinë lidhen, po drejtor artistik nuk lidhet fare. Pra zgjedhja prindit nuk rezultoi këtë herë. Në këtë rast nuk rezultoi. Është suksesshme. I vetëm dëshirë që ka qenë familja ka qenë sporti. Pasi babi ka qenë peshngritës me ekipin e Dinamos, ka qenë me kombëtaren, mami ka qenë volejbolliste në Skënderbeun, domethënë halla ka qenë atlete në Skënderbeun, kështu që i bie që trashëgimi nga familja kam sportin. Po pjesën e artit dhe pjesën e jetës natës nuk ka lidhje fare, i kam të mia.